Policia e shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike për gjatë gjithë procesit elektoral për zgjedhjet e 11 majit në vendin tonë. Plani është në zbatim të ligjit për policinë e shtetit, kodit zgjedhor dhe vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në kuadër të këtij plani janë trajnuar mbi 7600 punonjës policie dhe specialistë të hetimit të krimeve në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, OSBE-n dhe prokurorinë e përgjithshme. Aktualisht, mbi 6500 efektiv janë angazhuar në mbarvajtjen e çdo problematike elektorale deri më tani. Deri më tani, strukturat hetimore të policisë kanë referuar në prokurorinë kompetente raste për krime zgjedhore, pas analizës së çdo informacioni, kallëzimi apo deklarate të qytetarëve dhe subjekteve zgjedhore. Policia ka marrë në rujtje të gjithë objektet zgjedhore përfshirë 93 KZAZ dhe 5225 qendra votimi, që do të jenë në mbikëqyrje nga mbi 5300 punonjës policie dhe automjete të dedikuara. Shërbimet e policisë do të instruktohen dhe shpërndahen në qendrat përkatëse, ndërsa pritet që përgjatë 11 majit efektivët do rikthehen për të shoqëruar të gjithë materialet zgjedhore në drejtim të gjithë KZAZ-ve. Në rast të ndonjë incidenti apo kërkese për ndërhyrje nga komisionet e qendrave të votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo KZAZ, policia ka përcaktuar edhe pikat e kontaktit dhe garantimit për ndërhyrje konform ligjit. Nga ora 18 e datës 11 maj, pak para mbylljes së qendrave të votimit, policia do të marrë në ruajtje të gjithë qendrat e numërimit të votave, duke garantuar sigurinë deri në përfundimin e procesit të numërimit. Në çdo komisariat dhe drejtori janë ngritur grupe të gatshme, ndërsa të gjithë punonjësit e angazhuar janë të trajnuar dhe pajisur me mjetet e identifikimit. Policia e shtetit apelon për qytetarët që të denoncojnë çdo përpjekje për të cënuar të drejtën e votës dhe për subjektet politike që të respektojnë rregullat dhe të bashkëpunojnë me strukturat ligjzbatuese.